mundura dhe të pamundura për t'i ulur në tryezën e bisedimeve, presidenti Trump e ka kuptuar tashmë situatën duke deklaruar që unë nuk ngutem, pra nga një ranë ai mundohet të bëjë shmos për të ulur palët ndërluftuese në tryezën e bisedimeve, po nga ana tjetër e ka të qartë që nuk është kaq e thjeshtë të bindësh Rusin të ndalohet tashti që është në kulmin e avancimit të vet, nga ana tjetër Ukraina është në kulmin e humbjeve të territoreve të veta, pra të dyja palët janë të painteresuara për të ndaluar luftën. E qartë, nga ana tjetër, cila është strategjia se po ndjek Kremlini dhe çfarë implikimesh do të ketë kjo edhe për Ukrainën, sepse Donald Trump ka folur për një shans për marrëveshje, ndërkohë që delegacionet udhtojnë drejt Moskës, sigurisht tu për negociata të ndërlikuara dhe nga ana tjetër edhe problemet e brendshme të Ukrainës, por edhe tensionet me Rusin e bëjnë ndoshta edhe çdo lëvizje shumë edhe më të ndërlikuar. Sigurisht që Ukraina është në një situatë tepër të ndërlikuar, kjo dhe për vetë meritat në thonjza të vetat, pra për korrupsionin e anashkaluar që po vazhdon të zhvillohet atje, dhe nga një ranë janë vendet perëndimore të Europës perëndimore që intensifikojnë mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës duke rritur dhe shpenzimet, por nga ana tjetër bëhet një pyetje logjike, domethënë që këto ndihma dhe këto sasira të mëdha municionesh, financimesh e tjera po shkojnë në drejtim të një vendi ku thuhet që ka një korrupsion të anashkaluar më tepër se në çdo vend të botës. Kuptohet që korrupsion ka gjithandej, ka dhe në Rusi me qira llafi. Por le të themi që këtu për shembull ka pasur skandale me zëvendësministrat e mbrojtjes që janë pezulluar, janë burgosur biles dhe janë është luftuar me këtë gjë. Atje flitet në Ukrainë nga vetë mediat, unë tash i referohem mediave ukrainase vetë që rrethimi i Zelenskit, pra stafi i tij për afërt, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë janë përfshirë në korrupsione të jashtëzakonshme dhe të përbindshme, duke le të themi vënë në rrezik për shembull kanë blerë jelek antiplumba me difektoz vetëm për të fituar sa më shumë para. Pra janë gjëra jo vetëm domethënë vjedhje, por janë edhe krime ndaj popullit dhe ushtrisë vet. Prandaj dhe kjo situatë është shumë e nderë dhe amerikanët e dinë gjithçka dhe pikërisht në këtë kohë kur është le të themi nga ana edhe e moralit, po dhe ana teknike, domethënë komanda e Zelenskit është në pikën më të dobët, domethënë të saj, pikërisht në këtë moment administrata e Trumpit ushtron një trysni maksimale me shpresë që të ndalojë konfliktin. Nga ana tjetër, rusët nuk janë kundër, të paktën në fjalë, nuk janë kundër përmbarimin e luftës, e kanë përsëritur domethënë që neve nëse arrijmë ato kushtet tona kryesore, lufta do të përfundojë. Dhe kjo në frym të marrëveshjeve, siç thon ata, domethënë të Alaskës dhe të Anchorage, kur dy liderët e vendeve përkatës patën një takim të frytshëm dhe me shumë akorde, një pjesë të cilëve ndoshta dhe nuk kishte le të themi transmetuar apo publikuar më parë, dhe në 28 pikat që pastaj u shfaqen më vonë në horizont, doli që kjo ka të ngjartë ketë jehonën e Anchorage-it. E qartë, do të po nga ana tjetër në Florida, pala amerikane kërkoi këtu edhe tërheqjen e trupave ukrainase nga Donbasi, por ishte Kievi i cili refuzoi, ndërkohë edhe diskutimet për garancitë e sigurisë mbeten edhe pas zgjedhjes. Çfarë do të thotë kjo për sigurinë rajonale dhe të gjithë ndikimin e aleancave dhe si perceptohen edhe këto kërkesa dhe refuzime që ndodhin në Moskë, dhe a ka pasur ndonjë reagim të dukshëm nga Kremlini? Po, tashti Kremlini është në pritje të vizitës së Witkoff dhe Kushner në Moskë. Ata janë sigurisht të mirëpritur, sidomos Witkoff, që është hera 6, mos gaboj, që vjen në Moskë. Ai është një biznesmen, ashtu se dhe Trumpi vetë, një biznesmen mjaft i suksesshëm dhe ndoshta dhe negociator i aftë, me sa duket, gjërsa është akoma në, le të themi, në varkën e këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër, pritshmëria nuk është shumë e madhe, pasi pala ukrainase dhe Umerov kanë deklaruar që nuk kanë arritur ka qenë marrëveshje të frytshme, thaj, por ka shumë pika që duhen sistemuar. Dhe kjo ka të ngjarë lidhet jo vetëm me territoret, por edhe me pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen e
Ukrainës në NATO, po këtu ka disa kuptime të ndryshme dhe administrata amerikane le të kuptojë që për shembull punkti i mos pjesëmarrjes në NATO nuk është se varet shumë nga Ukraina, janë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet pjesëmarrëse të NATO-s që vendosin. Dhe në këtë mënyrë, duke ushtruar trysni ndaj aleatëve të vet, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të garantojnë mos hyrjen e Ukrainës në NATO, nëse kjo është kaq principiale dhe për rusët kjo është principiale. Nga ana tjetër, për sa i përket territoreve, me këtë ecuri të luftimeve kohët e fundit, sidomos në nëntor, ku janë marrë më tepër territore se sa në tetor dhe shtator marrë së bashku, ka një avancim tashmë jo të ngadalë si më përpara, po goxha të shpejt, flitet për rreth 5000 km2 vetëm në nëntor, dhe kur ra një bastion i fuqishëm siç ka qenë domethënë Krasnoarmejsk që e quajnë rusët, dhe kjo pikë është strategjike pasi mbas saj është një fushë pa shumë le të themi pengesa për të deportuar më tej. Dhe një gjë tjetër karakteristike që do të thoja, Putin dje dha udhëzime dhe urdhra për të furnizuar si mos më mirë ushtrinë ruse gjatë kohës së dimrit. Çfarë tregon kjo? Që Kremlini zyrtar shpreson në bisedime për përgatitet për të vazhduar fushatën e luftës në Ukrainë deri në fund. E qartë. Në fakt, do doja të rikthehesha sërish tek takimi që do të ketë Witkoff me Putinin. Ndoshta mund të jetë kjo edhe përplasje me disë objektive amerikane, por edhe interesave ruse, ku ndoshta mund të ndryshojë edhe të gjithë hartën e sigurisë në Europë. Do doja të na jepni zoti Pumo një pasqyrë realisht se çfarë po ndodh, si është atmosfera tashmë në Moskë për këtë takim që do të ndodhë. Në Moskë, në përgjithësi, ndaj le të themi administratës amerikane ka një qëndrim shumë më pozitiv, më propozitiv, biles do thoja, ku sidomos Witkoff, por flitet që edhe presidenti J.D. Vance përfaqësojnë një pjesë të establishmentit amerikan republikan që është më pro paqes dhe më tepër për kolaborim me bashkëpunim me Rusinë. Për këtë pjesë të establishmentit amerikan me rusët është më mirë të bësh tregti se sa të bësh luftë. Dhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë në radhë të parë për ta. Kjo është një gjë shumë e natyrshme dhe ka dhe le të themi gazetar rus dhe këtu që komentojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të qartë dhe të konsekuent në politikën e tyre. Për ta nuk është Rusia armiku numër 1 në të ardhmen e afërt biles, po janë Kina. Gjë që nuk është e tillë për Europën për momentin, për establishmentin europian në moment. Për ta, rusët janë armiku numër 1, ndërsa me Kinën mund të bësh tregti dhe marrëveshje. Dhe për këtë arsye, pikërisht ideologjike nëse doni, është qasja pothuajse diametrale e administratës amerikane me ata europiane ndaj problemit të konfliktit të Rusisë me Ukrainën. Prandaj dhe pritshmëria e Rusisë ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës kuptohet që ka dhe oscilacione, ka dhe ndikime të ndryshme, jo vetëm nga palja për shembull le të themi nga establishmenti demokrat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe një pjesë e republikanëve që janë kundër le të themi paqes pa kushte në favor të Rusisë. Por nga ana tjetër, Rusia de facto po fiton në fushën e betejës dhe me fituesit nuk mund të bësh marrëveshje për të favorizuar të humburit. E qartë. Zoti Pumo, nga ana tjetër, si e shihni ju të gjithë rolin e Turqisë në këto negociata midis Rusisë dhe Ukrainës? Po Turqia ka pasur një rol goxha konsekuent, duhet themi, gjithmonë biles në Stamboll, kur e prishën maksimalisht, domethënë marrëveshjen që ishte pothuajse gati, ku Boris Johnson me le të themi depesht administratës së Bidenit erdhi dhe domethënë urdhëroi pothuajse ukrainasit dhe Zelenskin që të vazhdonin luftën. Aty, për shembull, roli i Turqisë ishte goxha i madh dhe konsekutiv. Ministri i jashtëm turk Fidan bëri një deklaratë shumë, le të themi,